Në këto momente kemi edhe një fituese, pra është femra më e votuar në internet, Adelina Ismaili. Dhe ftojmë Adelinën. Hajde zemër. Urime shumë. Urime. Urno. Një duar tërkitje I lutem e meriton shumë. Unë s'pari dua që ta falenderoj Zotin, natyrisht dhe nënën, sikur se bëjnë gjithë bota, për këtë çmim, pastaj adhuruesit e mi, duke mos harruar në asnjë moment bashkëpunëtorët. Nuk është lehtë që të shpallësh idol I të rinjve në Kosovë. Kjo është një përgjegjësi e madhe dhe një emocion I cili vetëm sa vjen të godet, shumë e më shumë. Prandaj patjetër duhet I përmendi shumë njerëz që kanë ndikuar që Adelina Ismaili sot të jetë një idol, një personifikim I rinisë, ashtu siç janë votuar. Dua të kaloj nëpër etapa të ndryshme për të mos e tepruar. Ta falenderoj kompozitorin Naim Krasniqi, I cili e bëri Adelina Ismailin këngëtare për fëmijë. Të kaloj në një etapë tjetër të adoleshencës, kur kompozitori ishte Ilir Berani, kompozitori imi. Dhe bëri një Adelina adoleshente, por një përshëndetje speciale dhe falënderim special, patjetër se mbetet tek Nexhat Mujovi virusi, I cili ishte udhërrëfyesi, faleminderit në emër të gjithëve, I cili ishte një udhërrëfyes dhe njeriu që faktikisht e ndërtoi karrierën time deri sot si këngëtare dhe karrierën muzikore. Dua ta falenderoj publikun, organizatorin e kësaj mramje, në asnjë moment duke mos I harruar ata që sonte po na shikojnë dhe mediumin I cili sonte e bëri të mundur këtë transmetim. Ju faleminderit, ky shpërblim le të jetë sonte për njeriu e zemrës time, I cili sonte nuk është me neve. Faleminderit. Falenderojmë Adelinin për këtë fjalim kaq të bukur.